Rosti jem o konë mas bigut e kam kuptu se njerëzit nuk pritojnë me shkru komente negative edhe për një men jam habit se del vlla privat me emen edhe shkru në qmosin, unë që di në thamë qysh ka ko mu miraj me kësi sene, sepse unë për vetin një teme nuk di ku ne i kam shkru koment negativ, po a i garanti ka problemet e vetë edhe fut një koment negativ, e njën vetën në qatë moment, po jo knaqësi e shkurt, edhe besoj se unë jam boj mund tashti me komenta negativ, por mas bigut kam pas shumë komenta negativ, para bigut gati heq. E ta që jam boj mund, po jam boj mund, jam su. Si negativ, si pozitiv, nuk e marrë shumë afer zemrës. Kjo ka shumë rëndësi. Ne kena përgjedh 15, kena mi këqyr bashkë me telefon dhe kena me lizu një ka një qapë ta mërmenja, a të kanë gëshdu, a të kanë lavdu, a qëfar pritshmëri kipi këty në komenteve? Ka pas komente se më kanë shajt, ka pas komente se më kanë livdu, ama ma shumë më kanë urrejt. Që shtë? Më kanë urry. Më kanë urry. Po, më kanë urry. Por, si që që thash sparzit, për e me jam boj mund, nuk i marrë afer zemrës. Hajde të shojmë, pra, bashkë ta ka dalë, qa kem të kem. A ke meritu fitoren, ta kanë bo me hile, ktheu prap në big. A ke marrë këtë koment prej kërë bigu e kënej, mas finales? Që si komente ka morë shumë, unë e besoj plotësisht se kam meritu fitoren, sepse si produkt, unë gjithmonë thamë, unë kam qenë produkt i këtij formatit, kam pu shumë vlera, besoj se edhe para kanë fitu shumë, edhe për atë besoj se kam plotësisht e kam meritu fitoren, si pjesën 7 herë nominime sa parja ka hi, po, besoj se po. Për këtë pjesën e dytë, a kina e koment që po thonë këtheu? Unë besoj se më këthuj edhe në herën big, edhe qysh përmena parzit se kam qenë produkt shumë i fort, besoj se publiku ka pas shef edhe me po në herë Big Brother Ludoli nëmër 2. Së përjashtot mundësia? Po qërë, tash Kosovë nashta u konzëmu, po nashta në Shqipëri, po. Okej, interesant. Rui, mos po vjen Benita me ty, se a thëjke në Shqipnin, nashta shkoj. Benita thëjke se pa ludu nuk shkoj në Shqipni, se aja na kena bashkëpunu mirë në Big të Kosovës. Unë e besoj se ja kam dzirë rondën e mirë dhe krejtë thojnë që shumë kanë thonë jashtë se kur ki artin Big, e ki bo Benitën ma të fort, po. Një burë taman shqiptar. Une. A e konsiderën vetën një burë taman shqiptar? 100%. Si pjesën e identitetit, mentalitetit, edhe gjithmonë e ka përmen edhe Big, guximtar, e që kjo shqiptar më ukonë më ka pru ku jam sot, edhe jam plotësisht 100% krenar, se nëna super kreativ, si popull, jena shumë guximtar edhe po, 100% shqiptar, edhe jo aj shqiptar se thoi me mentaliteti vjetë, po aj shqiptar se ka jetës me ko, por mentalitetin nuk e kalon amash. Një farë miksi, i modernës edhe tradicionales. Qysh bre i hangre fjallët për Elionën e Klodin, dole foto me ta. Qysh e kam cek Bigu, është në Bigu, edhe kur ti jeton 80 dit, nëjse unë e kon 78 dit Big, ti automatik lidhësh me ata njerëz, pa telefona, na kena pas edhe kuat mirë, edhe në malë që kur ti njëfton, oni farë ndjenje speciale dhe Eliona, super fani, erdha të në Alba Festival, unë përshëndeti, falun bashkë mi Hajgare, mos mi Klodin, edhe atë ne banëm një foto dhe e qëtëm një story, bi 400.000 vjetë e kanë po. Eliona, tash me full drejten, është në super inteligent, që që konë Big edhe po di mu gjetë edhe jetën jashtë edhe plotësisht komplimente po. A shko ishin me Klodin mirë si qif një jetën reale, se kur ishen kamera dalëm prej jetës pa kamera? Tash unë që kam cek edhe në Big, ata Klodi u kon, Eliona garant u kon ma dashërume në Klodin si Klodin Elionën, për nashta edhe tash koha i ka bashku bashkë edhe Klodi ka po pse jo, se Eliona është në super psikologë dhe din me morë me fitu Klodin për vete. Ajo është në inteligente për me bon Klodin për vete dhe besoj se ka full kontrol që ka pas Klodin edhe lëndrimin. Leonardo DiCaprio ta ka lexu librin për në Big, ata ka këshyrë. Unë që kam cek në Amfargal e kam von librin personalisht, komplimente kam morë, nuk e di që ka lexu, por me të vërtet ka reagu shumë pozitiv. Edhe që kam cek libra ka hetë shumë, sidomos ku kon falas, edhe unë si personazh kam pru shumë vlera për popullin shqiptar, edhe jam konë shumë sene edhe shembull. Si ka pjesa guximit, si ka pjesa më konë direkt, edhe si ka pjesa mos më ju friku jetës, por me ba ata shka ta dënë zemra. Mirë shumë.
Ma shumë e mojnë unë e kryt nër uj, që sa që e mojnë shoqnin ludën me Benitën. Një dyshe e Big Brother VIP Kosova 4, lem me thonë mu, ikonike, e cila nashta kryt nër uj, po pak ma shumë, jashtë nuk është që mbjetoj si mrena. Qa ndodhi? A ka drejt komenti? Bigu është bigu, jashtë është në emocione ndryshe dhe për qata cega se me Elionën me Klodin nuk e niva vetën qaq keq ku i posh. Jashtë e kuptova se është e re, ajo ka rrugën e vetë. Unë e kam atë drejtimin temë dhe për ndryshe kina prish raportat, ama gjithë mirat ja uroj edhe vitë suksese. Po, diçka kam u dasht me kon shkas qa ka ndodhë me si juve dyve. Është se kuptova se generacion, ajo është në generacioni zë, ajo shef jetë ndryshë, unë e shef jetë ndryshë, edhe përbes sen këtë s'ka pas, përveç se e kuptova se duhet se u bo pak si shumë, fotën shmajt, fotën gjatë dhe normalat e nala, po. E nalë ti, dhe me thonë? Po. Okej. Se u komentu shumë kush këne ka bo në follow s'pari, mu më thëshin që Ludi ka bo Benitës, po get e pas na pas sak. Jo, unë i nala kontaktet edhe se e parë se që thash? I pas kënoj kontaktet për minaj fjallë të më doket. Po, qash. U komentu shumë bashkë mi foto dhe për e me njeri atër kura emocionume dhe kura ka kalu një të dhe ditë bashkë, po atër edhe u do ki jashtu të si nësi të shifte dhe nuk pëlqeki. Ti njek vipat veç për një foto e ban kishi kinajt me ta, se ty bës ta fusin. Unë qyshe kam cek, thoi një fra fjallet mirë, ban mirë dhe të regoj botës. Kur unë kam mundësi me nejtë, unë duhet me bo foto për me besu bota, se pas na qenë në atë event, unë ja kam po harin këtë me foto, sepse si pjesën e biznizit, si pjesën e jetës, ka ndimu shumë, por nuk ashtën se e lypi vlerësimin për VIP-a, se në fund ditët edhe ata janë njerëz, edhe ata i kanë problemet e veta, na kena dhe VIP-a në Kosovë dhe në Shqiptari se kanë probleme. Nuk e shoh se o pjesë interesi, pjesë ego, nuk e shoh si e kam urgent për menemet. Ose me pa tjetër, po. Me pa tjetër, me Sakt. Ke, do me thonë edhe mas bigut, vera, do prajva gjeta, do evente, Franca, jugu i Francës, që shkallove këto ko? Shumë mirë në Francë, si do me se kam pas presionin shumë të fortë se u tuta pak pjesën e Big Brother, po këtë eventet i kam qenë diftuar, edhe normal u konë knaqësia ma madhe se më kishin pas për cilë, edhe ata do festivalit që ka bashkëpunoj me ta, kishin pas për cilë në Big, edhe me të vetet e kam bërësu shumë formatin, tha i sjellë mirë, do këshin, për normal me kuptu s'kan kuptu, kam qenë, me të kalëzu drejt, ka qenë një prej maj sukseshmi festival njëtës teme. Bravo. Edhe se kam prezentu shumë në rrjetet sociale. Ludo ish njëri për emisione si Big Brother. Bravo, ditë i vërtet me lujt. Unë që që ceka po, kam qenë produkt shumë i mirë për Big Brother VIP Kosovën, besoj se kam hypë edhe statusin për me pas guxime dhe tjertë të ashti me lujt, edhe e kam kallëzu se Big Brother është në emision me vlerë, munësh me vlerësu dhe masanena pjesë biznizit. Unë ja kam po harin Big Brother edhe muj me thonë se kam qenë një prej maj mirë produkt Big Brother në historitë Kosovës. Nëse je banor vitin tjetër, duhet me zëvendësu Leonorën për opinionist. Po, që që kam cekë sepse Leonora nuk ka qenë Big Brother, edhe ajo, unë besoj se Leonora ka po vetën të Eliona për shembull, në shumë aspekte dhe nashta ka këshyrë momentin e shkurt në social media. Unë gjithmonë e thamë, social media është në... Kjo botë e rilë, sa va? Botë e rilë dhe botë e shkurt, dhe më thonë, momentale. Por me pas karierë nuk ban me këshyrë njerit momentalet, po duhet me këshyrë jetë ndryshe, dhe unë besoj që aty pak u deku. Si pas te Eleonora, si opinionistë në diku për i komenteve në rrjetet sociale dhe ka thonë që ka ndesh njerëz me një? Qashtu. Por atë nuk besoj se është në për këtë format, nuk besoj. Besoj se nuk do tjetë mon për këtë format, nuk kam sen kundra sajna, po kjo është për me provoj tjetës. A kishe shku me Oltën si dyshe, që ta mërmenja, nëse të këshar një ftesë? Me Olta Gixharin? Unë e kam kuptu këtë format me të vërtet shumë, edhe me pas qend me Oltën, isha konë super fair, edhe nuk isha lidh me asnjë lojtar emocionalisht, por e kisha këshyrë racional edhe besoj se ajo kishte pru shumë vlerë për Big Brother po.
parat e finales a nuk dolën me qelë biznisin në Prishtina. Po nesër në dikon 9 orë i kam fitu, ma ato para sën qelë biznis, por qyshe ceka parëzit produkti është në tashtin po ne kam pas shef me qenë në studio, por e kam kuptu se hupi shumë kohë, unë jam një njeri se kam qenë me livizë dhe me hethna për këtë botën, normal që për biznis të vynë parët edhe shqyqër zotit kam punu në të kalumën shumë njërë dhe i kam parët për me fut biznisin, sidomos me produktën e trek po. Vjeshta vjen me risi për sa i përket biznisit edhe aktivitetit ludës me biznes në Kosovë, që ka të muna me zbulu për momentin. Po, është produkti edhe besoj se edhe një 2-3 muj, bës shumë të 3 muj, ka më fut në trek krejt botën. Edhe në Kosovë kam e bo marketing, kam janis me startu po. Lidhet me flok po besoj, a? Ja, ma shumë me ftyrë. Me ftyrë, skincare. Receptën e kam për i Sytë Koreas dhe besoj se në Kosovë do të janisi launch produkti. Çfarë mashkull je ti që di qysh të kanon gruja deri tash? Që kam la për shtypje, kur e qite një foto para një 2-3 dite, keme një bukuroshe, bashkëpuntore, nuk pe di familjare, s'pe di qka, po e kishe sqaru aty, se me gjas, me se cilin bukuroshe që del një foto, shqiptarët po menojnë që lude kanë zona. Na e na të jetu 2026, edhe unë gjithmonë thamë, edhe shokët mi, burri on gjendje me bo çmosin për familje që ose e ka lirin. Liria mbi gjitha, shka shpirti saj do në shpirti jem, do në është si dita me natën, e tash unë e menol vetën, për hatër dikuna nuk e baj. Edhe ajo me menol mu për hatër të sajna nuk është në korrekt, sepse nëjna të jutu, që që thash 2026, në liria, edhe që kjo ma ka pru mu situatën ku jam sot, edhe tamat mjatë zotit i kena. Edhe unë gjithë më më thamë, burri on gjendje për liri që mosin me bo për familje, më thamë, lema lirien edhe është në regëll. A më kërëja, gjelezën asë gjelezën? Jo, s'ka nevoj, sepse kër e shes suksesin, e shes rezultatin, pëse me gjelezën? Një bëllë, i pas garanti e jetë. Burri jetës. Për rezultat në shpe. Unë që ditë nga ato gratë që shenalin burri, kër burri për rezultat në shpe. Kër për në pare në shpe, kër për në vlerë në shpe, ti te bajt një familje, atër më ta morë dhe lirin, unë nuk e kam shfrizu lirin që shma ka dhanë, edhe liria mbi gjitha bre, na Kosova ka liftu, ka po gjak për liri edhe të është me obligu vetën me mshel jo kur. Bra. Ludo, okej. Po, dakor, do qashtu? Qashtu është topi se lune. Komenti radhës të shojmë qka përfshin komenti radhës. Kjo alo beson që ka fitu bigun. Une, jo se besoj, po une kam fitu zemën e njerëzve shqiptarët e kanë pasë një ludo, kënë ndryshe se që më tha ti, kër më kanë po nga për foto, nga për rete sociale, kanë thonë këmë në malë këtë kështo. Kër më kanë po në beke, kanë kuptu se këtë u kanë njerë si na, i pas ato doptësit e veta, forcat e veta, edhe në kanë pas mundësin me kalzu një ludo real, edhe ajo vlerësu shumë, unë për vete kam fitu bigun edhe besoj se për me kuptu këta se kam fitu bigun, koha do t'i tregon këtë senit. Koha është përgjigja ma e mirë për këtë sene. Ma e mira. Mashallah për vajzën shumë e bukra, a i kim su me folë që qëtë. Jo, që që thash, qmimi u pagu shumë i malë për pjesën e karierës, edhe kam janë omësh, ama me të vërtet e dojnë në Kosovën, ka që marë në Kosovë, e njën vetën mirë në Kosovë, janë shumë krenarë se janë shqiptare, kanë edhe shoqe shqiptare, por qëtë pjesë e kanë janë omësh edhe këto u kanë gabim shumë i malë i jemi. Si djetë, munën me mësu rrugës, nuk je vonë. Problem. Unë e vetë alo nuk po di mirë që. A ke kuptu Benita që ka rajt tonë kuon mrena? A ke kuptu Benita që e ke rajt? A e ka kuptu Benita që e ke rajt tonë kuon mrena? Po nuk di shka kam rajt tonë mrena o kon loj. Unë në asë si kam premtu martes, asë kërsan si kam premtu, nësë di shka kam rajt, se kam rajt kërsan, kur kena dollë jash ka ndryshu sanet edhe okej, në regull jena, nuk e di shka kam rajt Benita. U kon loj, u kon strategji, ajo e ka pos interesin e vetë, unë e interesin teme dhe kena bashkëpunu mirë. Nuk e kam rajt kërsan. Kur po të një e kom përshtypjen që po nën kuptën që nashta njoni për juve dyve nuk e ka pa veç loj qita. Për jashtë të full? Për jashtë o për mrena, për gjithësi. Po të kalëzë drejt jashtë, na vishë të qështë kena dalë,
Po mu do pak të tepër të prumë çdo sen edhe komentat e njerëzve, atëherë e lam. Atëherë do më thonë u bllokun senet edhe për vezë veç të mia do. Mirë bon. Çfarë? Në pik, thoj që as 10 orë se jap Labinot Regjës, e kënej 10.000 euro kishi bakshish, fore, masi i kinol kamerat janë këthuj. Po, qështë kam thonë, ja kam morë paret, u konë loj, u konë fani, lobi des për vëmendje, si janë i në hiq, u konë fani, u konë ajgarë, për normal se kur klubon 10.000 euro, pare janë 10.000 euro. E ka në këtë përshimin Kosovë dhe knaqën. Po, pra, pik. Si Messi qysh shkoj në finale me fat, që ashtu je shkut edhe ti në big. Di shka me cek, unë e besoj se fat ti mund me pas një herë, 2 herë, mo 7-8 dit, nuk ka fat, po është në performancë shumë e fort, edhe qysh kam i unë, edhe i kam qupi gjumit edhe kam sjell këtë lojën, i kam bo shikos shumë kurioz, besoj nuk u konë fat, unë plotësisht e kam meritu finale. Qysh po do këtë tash vip, atë pa filera edhe pa botox, a do një mi hek edhe ti? Vallaj qysh për një unë, po më thujnë live do kështë shumë ma mirë si në foto. E konfirmoj. Për ndryshe ato filerat pak du të me ndrejtë, se o pak komplekse, amo jeta jashtë nuk e kam një herë se po do kështë ndryshe, po veç ma shumë komplimente.